Institucionet duhet të marrin më shumë masa për të luftuar piraterinë digjitale. Në Këshillin e Integrimit, përfaqësues të Kuvendit u lan kohë autoritetit të mediave audiovizive, komunikimeve elektronike dhe postare, Policisë së Shtetit dhe Drejtorisë së Tatimeve të hartojnë një memorandum bashkëpunimi për ngritjen e një task force të përbashkët kundër piraterisë. Unë do t'i kërkoja autoriteteve si më poshtë, AMO-s, AKEP-it, Policisë së Shtetit, Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve, të brenda 30 ditëve të nënshkruajnë një memorandum bashkëpunimi mes njëra tjetrës me qëllim ngritjen e një task force të përbashkët. Brenda 30 ditëve keni kohë të shikoni dhe modelin italian. Pra qëllimin e përbashkët është lufta kundër piraterisë digjitale, siguria në hapësirën në digjitale. Gjatë diskutimeve, kryetaria e AMA-s Armela Krastiqi theksoi se ky fenomen nuk kufizohet vetëm tek kopimi i paligjshëm, por është kthyer në një aktivitet të organizuar që shfrytëzon teknologjinë. Tani pirateria është ndruar një aktivitet të organizuar që shfrytëzon teknologjinë moderne, përdor servera të shpërndar në jurisdiksione të ndryshme të botës, shfrytëzon aplikacione, rrjete sociale apo ndryshe platformat e shpërndarjes së videove, platforma të komunikimit online për të shpërndar përmbajtjen e cila është e mbrojtur apo e blerë pa autorizimin e mbajtësve të së drejtës. Përfaqësuesit e institucioneve mund të depozitojnë në Kuvend propozime të tjera për luftën ndaj piraterisë digjitale, në përmbushje edhe të detyrimeve që burojnë nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian.